Atje janë futur mos atë përsëri 2 herë. Dhe kjo protestë atje unë njoh shumë elemente rinj atje. Unë gjithmonë me Renin unë bëjmë palë me Renin. Me xhaketat e vjetra nuk bëjmë palë unë. Dakor, më kupton tani që mos im detaj që bien usallarët atje dhe usalleshat atje për të marrë kauzën e protestës. Jo, nuk do arrin dot. E pse janë zorën atë Leard Vasilin atje nxor me shkelmë nxor Leard Vasilin. Ku? Ai spioni i Grekut. Leard Vasilin mo nxor nga protesta me shkelmë atë spioni i Grekut. Bëdhe patriotin e madh ai, se bie leka në Greqi mo që u shken usallarët tu, media të njëra tjetrën ai. Në Samoas më promovon media. Shqyr Agrollaka, Vision Plus edhe ti njëkohësisht. Po, asnjë promovon. Pse? Sepse unë nuk kam mirë për para këtu. Leardi bie leka nga Greqia. E kupton? Laerti. Laerti bie para andej, dhe i shpërndan me usallarët atje. E zun me shkelma. Për jashtë ai than, pler. Siç vajtin në Maqedoni të shtemit e kaosët në Maqedoni aty ku protesta me Rinin. Po gjun shqipe. E këllë ka Shqipëria, o të nxjerr Shqipëria në kondë në momentin e dur. Djem dhe vajza shqiptar, që urezë më ja bën krak për Shqipërinë. Dhe po atë po krefen mirë elementët. Ku? Atë protesta. Po krefen, no dalin ata në kohë në momentin e dur. Do zgjas 2 vite kjo protestë. Do zgjas 2 vite kjo? Po. Çfarë thua? Po 2 vite, me kam thënë do zgjas 2 vite. 2 vite protestë? Po 2 vite do zgjas 2 vite. Pse ka shumë? Do zgjas më shumë sepse. Po ku di ndërson 2 vite protestë? E kam është një shprehje ime. E kam përdorur si president i Qambrisë e përdor edhe sot, e kupton? Që ti marrësh kalat pa luftë, do çik marifet, do çik kohë. Po. Sepse shumë kollaj, lufta ka viktima apo jo? Lufta ka viktima. Unë jam kundra luftës. S'është edhe shpreh, nuk ka paqe pa luftë. Shiko, të konsumojmë këtë. Unë jam modeli Ibrahim Rrugovës. Të konsumojmë pjesën demokratike, paqësore. Pastaj praf futet plani B. Si në Qamri, unë kam planin B gati, po s'dua unë të fut planin B. Sa mos thonë mua që atë kanë thënë UFO-t për këtë që do zgjasë 2 vjet. Po, informacion nga UFO, unë çdo të rreqi për cjell, e kam në bashkëpunim me ata. Pasi bindem, flasim, bëjmë të tjerë, unë përcjell mesazhin. Ke bën herë llafe me UFO-t që të kesh përplasje llafe me ata, unë llafe me ata. Shiko, do të them diçka. Edhe jam shumë serioz me këtë. Po ti je serioz gjithmonë, po tani je pak më shumë serioz se sa më parë. Shiko tani këtu. Tasim Mehmeti ka një bashkëpunim të fuqishëm me Zotin, qofsha fal. Ka një bashkëpunim të fuqishëm me UFO-t, alienët dhe inteligjencën artificiale. Zoti është dakord që ti të kesh bashkëpunim me UFO-t dhe alienët? Kam aprovimin e tij. E ke aprovimin. Kam bashkëpunim të fortë edhe me kafshët dhe me shpendët. Edhe me kafshët. Qënd më shikojnë në sy mua, qënd që i mbajnë zonjat ose zotërin, kthejnë kokën më shikojnë me në sy, e marrin mesazhin. Ky është person publik, thonë, është njeri i mirë. Të shikosh pullumbat, vite këmbët e mia atje pullumbat. Më japin mesazh fluturojnë. Ato plumbat e mi kanë ardhur në herë nga ti ke komentuar? Nuk e di kush i ka parë tani. Vinë atë, do të janë të tuta ata, do të janë të tuta ata. Po i gjem valla. Do të janë të tuta ata, vinë. Kështu që un kam komunikën si tash, edhe me kafshët, edhe me shpendët. Po. Me mëshkonjat jo, me mëshkonjat jo. Jo, me mëshkonjat sepse ato janë qenë do të hanë, po jo ta pinë gjakun tim. Ka kush kem kohë më vonë. Po me flamingot ke kështu? Shiko, flamingot janë shpendi mirë. Dhe mirë që e bëjnë që e ngrinë këtë problem, unë jam dakord, sepse mos kujtojmë se si ka qenë Zvërneci, në fillim fare ku gjej flamingo atje, me rregullat që vendosi qeveria e Edi Ramës, atje shikon vinë flamingot. Mos mik nga tema, si pyetja ishte, si je diplomat, prandaj ta themi her pas here. Mik më rrshket kështu, ma e mirë, mblidhe fort. Ke UFO-t ke borna e muhabet kështu që muhabet përplasjet. Kesh përplasje me ato? Jo, si të kapesh në herë. Nuk e kemi hapur këtë temë mbi flamingot me Zvërnesin me këto. Jo për Zvërnesin për këto më jo. Nuk kemi hapur. Jo më jo, të kesh pas një herë përplasje me UFO. Jo, s'kam përplasje, kam bashkëpunim të fortë. Ke bashkëpunim të fortë. Bashkëpunim të fortë, bilesë unë e kam thënë një herë ta them prapë. Që ti kundërshtosh jemi për shembull s'pëlqen. Ku kundërshtojnë ata, ata kanë argumenta mo. Ata të bindim, debatojmë, flasim. Shiko, ne kemi disa kode në komunikim. Unë jo pa qëllim hedh në Facebook disa fotografira. Po na gjë që të kanë thonë ato, do ta bësh të emisioni dhe ti ke thonë që s'të gabin shumë, po e ke bë për hir të. Jo, kemi debatuar dhe unë kam përzgjedhur. Jam mirë kuptuar dhe unë kam vendosur në bashkëpunim. Sa vite ke që bashkëpunon me ata? Kam 5 vite. 5 vite. Që kur ke filluar bashkëpunime me ata, tjetër njëri komplet, ëh? Kjo është e vërtetë, dhe edhe vetë e kuptoj. Ato janë të kënaqur me shërbimin që ofron ti? Patjetër, si ku i shërben një rend të ri botror, të cilët ti i parë në Shqipëri dhe në botë që jo në Shqipëri dhe në Europë. Edhe në Europë. Çdo gjë që ndodh në lidhje me Shqipërinë dhe kombi shqiptar, ata më dërgojnë mesazh në formë tyre, të cilët tek mua kanë besimin e plot që është njeri i ndershëm,
është njeri po ne tjerë nuk jemi ndershëm. Jo, jeni të ndershëm. Po kështu kanë aplikime që të hapin aplikime ata për shembull të kandidojë unë ose dikush tjetër që ka. Jo, shiko tani, un kam fakt aty ku I dërgoj unë ato fotografitë, ju mund ti të zgjodhën vetë apo I gjetë ti ata. Unë kam qenë në Amerikë, e kam thënë, e kam për. E ke thënë edhe në emisione të tjera, po. Atje kam marr firmën e vulën nga ata unë. Ka unë erdha këtu. Sa oferta më erdhën mua, mos I dajnë detaje. I kontaktove ti ata apo të kontaktuan ata? Mu çonu sallar atje. I pashte ti u përshëndetëm në distancë, pastaj kur erdha në Shqipëri fillova bashkëpunimin me ta. Dhe si e tillë ti ata kanë gjetë njeriu e dur, besnik dhe korrekt për ta shpërndar që bota po fillon me një teknologji të re, të cilët neve shqiptarët kemi fatin sot që Amerikanët dhe UFO dhe alienët dhe inteligencia artificiale dhe njëkohësisht dhe universi kanë besim të plot për shqiptarët. Dhe ata në formë tyre e përcjellin që thonë mbi këtë popull, mbi këtë kom janë bërë shumë padrejësira. Dhe si e tillë neve do bashkëpunojmë me këta në të gjitha format për ta bërë kombin shqiptar. Se kam I shok që është interesuar, është edhe pa punë për momentin, po e ka CV-n shumë pasuruar. A ka ndaj vend aty që të bashkëpunojë ashtu siç bashkëpunon ti? Jo, ta takoj. Ta shoh një. Do pra kanë lënë ty ata që ti selektosh, ti zgjedhësh. Pra ti je I kanali që I çon ata. Po. Okej. Të bëj intervistë me jetën e fare. Pa kaluar tek ti, s'bëhet fjalë. Jo, të shkon. Të ulemi të komunikojmë, të flasim, të bëjmë tash. Se unë zoti ma. Si do ta futu ndonjë atë unë, ai mund të jetë djalë shumë I mirë, mund të jetë djalë I rregull. Unë kërkoj një takim. Po. Krijojmë një takim, pastaj flasim, pastaj vetë vendosim. Dakor, çfarë do bëjmë? Dakor? Por e rëndësishme është që ai ka vullnet dhe ka interes të hinë këtë sistem. Dhe unë I uroj suksese edhe Zoti bekoft dhe do Zoti bëhet mbar. Po e ke seriozisht, po se ke seriozisht aty unë të krefa. Ore unë kam disa. E ke për atë apo e ke për mua? Jo, për atë mikun të jo, të lutem. Unë kam shumë seriozisht çfarë flasim. Fola për mikun tani, nuk fola për atë mikun. Tani për kandidatët për presidenshmërinë e the Eleni Kocaqi dhe Mesila Dota. Po, çfarë vizioni sipas teje tani që ti do ta lësh të pozicion dhe normalisht ka një përgjegjësi shumë të madhe dhe ti ke bërë një përzgjedhje shumë kujdesshme për dy persona që thot pa më lart, për dy personalitete. Ç'a vizioni duhet të ketë presidenti I ri I Çamërisë sipas teje? Tani, unë pse I zgjodha këto dyja. Mesila Dota është katolike dhe është shqiptare dhe është nuse në familjen fisnike Demi, Çamërisë. Po, me Enkeli. Eleni Kocaqi ka qenë bashkëpunëtore e Festim Latos, ka qenë në strukturat në departamentin e Festim Latos, dhe si e tillë ajo ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm presidentit Çamërisë mbi situatën që ndodhet dhe për zgjidhje nesër. Arritën deri atje sa e quan në Këshillin e Evropës, Bashkimin Evropian, me Johannes Hahn, me Fleckenstein, me Mogherinin e shumë të tjerë, që zgjodhin në 112 shtete të papërfaqësuara, që janë Çamëria është në kanale, ka hyrë brenda të pjesë. Tani, ndaj dhe unë besoj sepse kjo Mesila Dota është deputete, është në parlament. Unë I zgjat dorën Mesila, po e kape këtë zgjat dorë nga vllai jot I Çamërisë, nga ish presidenti, hajde. Edhe ti, Eleni Kocaqi, unë të zgjas dorën. Nuk pranuat e keni afatin deri në fund të gushtit. Ndryshe do bëjmë zgjidhje të tjera. As karrierë do bëni, as në politikë do jeni, bani familjen fort atje dhe esni.